me kënaqësi e dashur po të tregoj 2 metoda tradicionale se si përgatitet poleni në rast se keni polen në formë pluhuri bio të mbledhur vet. Këto janë 2 metodat që unë përdor për ta konsumuar. Një lugë të vogël kafeje me polen dhe 1 lugë çaj me mjalt. Mjalti duhet jetë mjalt i papërpunuar. I hedhim në një vazo të vogël dhe do t'i trazojmë mirë bashk. Çdo lloj poleni është mirë që të tretet para konsumimit, pasi ka membrana të forta qelizore. Dhe nëse nuk tretet ashtu siç duhet, përkufizon përthithjen e vitaminave dhe mineraleve. Pasi e kemi përzier mirë, do ta lëmë në ambientin e dhomës 7 deri në 8 orë para se ta konsumojmë. Një mënyrë e dytë e mirë për të konsumuar polenin është edhe tretja e tij në 2 lugë gjelle kos ose kefir. Mirë është që tretjen e polenit ta bëjmë në darkë dhe ta konsumojmë herët në mëngjes. Kefirin, pasi e kemi përgatitur, do ta ruajmë në frigorifer. Mund të tretet edhe në ujë të ngrohtë, por jo në ujë të nxehtë.